Zotëri, si jeni? Mirë? Mirë, da bëj një kështu i minutë, si jeni? Mirë? Mirë. Si jeni? Pysim njerëzve se pyet njëri. Si jeni? Mirë? Si kalove? Mirë. A jeni lodh? Po. Një pyetje kam unë. Çfarë mendimi keni për këtë temën që është hapur prindri 1, prindi 2? Si e komenton më? Shtu komentojmë ato e. Jeni dakord? Jo, në asnjë mënyrë. Pse? Po pse? Pse t'jemi? Pse mos jemi? Dy gjini janë, mashkull femër, kështu që Po çfarë duan me bëmë këtë ato? Kush mendon që janë dy gjini, mashkull femër, ato thonë që janë prapambetur. Janë fshatarë nga truri. kush thotë ajo Gjemi Karaj? Kare. Ajo thot. Ajo që ka dhe mbi emrin edhe prapë mirë thotë ajo, jo. Po pse qofse e kalojmë për shembull? Çfarë do bëhet? Vjen ai nesër, nipi juaj thotë që unë nesër thotë ndjem kështu, kam edhe një shok. Ka. Si Po si do thot më? Vjen nipi thotë, ky është shoku im, Po ai ka dalë nga i dashur im, ai do martohen. ka dalë nga bashkimi i mashkullit dhe femrës, nuk ka dalë nga. Ka dalë, po çfarë du me bëu, çfarë po zbulojnë domosdoshmë? Shkenca na ka shërbyer, mjekësia na ka shërbyer për mirë. Le ta zgjidhë diella këtë punë. Diella, po për diellën, çfarë mendimi keni për diellën? Diella le ta. Kjo të zgjidhë to hallet e kësaj. Ajo do të zgjidhë dhe atë marr. A jeni dakord? Dhe prindi 1, prindi 2. Me këtë me diellën. Shiko, le të pyesni diellën dhe Po thot po një përgjigje i thot gjithëve ajo. Ti Po- po pyetje tjetër, jo, është inteligjenta e di ato. Ha, shëndet. Ide moj. Me ja moj, ai de diella. Moj. Moj. Diella, ministra e re, Edi Ramos. Ministra jo vetëm Edi Ramos, por e shqiptarëve. Tani shqiptarët do të kemë përgjigje për çfarë do lloj pyetje, shqetësimi, dileme dhe kompleksiteti që mund të kenë në trurin e tyre. Do të zgjidhë shumë probleme. Shumë njerëz s'ka nevojë ta vënë trurin punë se ju a jep diella gati. Zotëri, si jeni? Si ka lut? Mirë, e do pyesi për shembull, si jam unë sot, si ndjem unë sot, thot diella. Ti sot ndjehesh fantastik, ndjehesh njëri, si jeni? Mirë, do s'ka nevojë fare, është konsultuar me diellën. Edhe kur pyet diellën, normalisht mirë jeni? Mirë, faleminderit. Edhe vazhdon ti e pyet diellën prap. Po nesër, si do jem nesër? Të jep përgjigje edhe për nesër, diella. Për pas nesër prap thot diella, jeni shumë mirë, edhe gjithmonë duke nisur fjalin, shkëlqësia jon, zotëri, si jeni? Mirë, edhe unë mirë, ja, po të shohër duket se është një pyetje shumë e thjesht bazike që e bën diella çdo ditë. Nuk ka nevojë të thuash që ndjem keq sot, ndjem pak si më ndryshe sot, ndjem pak si. Zotëri, si jeni? Mirë, ja, zotëri, ja, shumë mirë. Kemi pse të themi që ndjemi. Zotëri, si jeni? Duket që është shumë mirë, nuk ka nevojë të ta shprehë, ta thotë që ndjem keq. Për shembull, ja, po ta shohësh të çiftin, është shumë çift simpatik, shumë mirë. Si jeni? Mirë, italian. Mirë, buono, kështu bene, bene, tutto bene. Ciao. Si thash buono, e thash e mirë. Si jeni? Si jeni? Italiani. Bene? Bene? Mo shumë mirë, pra, ja, po ti shohësh edhe italianët. Ishit mirë, you was bene, apo you are bene now because you are here in Albania? Bene in Italia, bene in Albania. Edhe Shqipëria dhe në Itali janë shumë mirë. Profesor, përshëndes. Si jeni? Si jeni? Si e keni kaluar? Mirë, po i pyes njëherë, po bëj një lloj testimi. Ti pyes them si ndjehen shqiptarët, për shembull. Çuditërisht u habita, duke thënë gjithë mirë. Nuk e di a keni vënë re edhe kur përshëndetem qoftë edhe në shpejtësinë tonë të rutinës përditshme me vrap duke ndjekur kohën që po ne ikën edhe s'po e kapim dot. Kur përshëndetem edhe në rrugë, përshëndet, si e mirë, ndërkohë që ai mund të ketë shumë. Mund të ketë një mi halle dhe e bo si monotonia e shprehja mi. A e ke menduar ndonjëherë? E kam menduar faktikisht. Nuk du të zgjasin bisedën më tepër njerëzit, edhe i bien për shkurt. Mirë. Ndoshta është vetëm kjo arsye apo ka edhe një arsye tjetër thonë që, okay, ja thash unë profesorit ose ja thash dikujt tjetër, një miku, një shoku.
Po thjesht do më dëgjoj, do i kaloj këtë, do argëtohet ose nuk do përfshihet shumë. Mendimi im është kjo ashtu është koha ndoshta dukem si të ngutur edhe kështu edhe është thjesht i bie për shkurtaj. Nuk do të zgjas për mendimin tim. Nuk do të zgjasim më shumë bisedën. Po këtu a zë vetë kjo që njerëzit janë larguar nga njëri tjetri për shembull. Po, është e vërtet. Shumë. Shumë. Kemi humë atë humanizmi, kemi humë shumë gjëra, kemi harru gjak, kemi harru gjini, kemi harru që duhet pushojmë, që duhet të ulemi me njerëzit tonë, shpesh herë gushojmë në dasim në i mort, si kur hapem dhe e kuptojmë ku e kemi gabimin, ulemi nga herë me njerëzit, ma në përgjithsi kemi humë këto që ka qenë një veti, ka qenë një virtyt, sidomos për shqiptarët, ka qenë shumë i lartë. Po pse po ndodh kjo? Si është? Ndoshta edhe kjo demokracia e tepërt ose thurje mund t'i themi ne, një edhe dyta njerëzit janë dhe të prirur, domethënë vetëm mas pasurisë, mas kësaj, kanë harruar çdo gjë, punën nuk e kanë me qef fare, ma ndun përfitojnë, të fitojnë, të pasurohen, pa punu, po. Edhe me dyzina, domethënë të morin lek me shumicë, pa vujt fare. Po faktikisht logjika, ekonomia, domethënë shkencat, gjitha këto nuk e pranojnë të që pa punuar, pa prodhuar, pa hyrë treg me një prodhim. Kur e thot logjika, ekonomia, matematika, fizika, kimia, biologjia, këte e kemi humë, edhe prap ne këte e kemi humë. Te kemi unë shoh një tjetër, një veprim të mënë shumë të gabuar. Një student ose një nxënës që do të mori librat për të shkuar në shkollë dhe urrejnë të tjerë pse ke ardhur me libra, pse i merr librat me vete. E prapambetur, e qenë prapambetur. Dhe ne në fakt po edhe një ministër për shembull që shkonte me dosje studionte, ai shkon në parlament dhe thonë ky që ja budall, se kështu se masa ishte pjesë tjetër. Prandaj edhe Rama gjeti zgjidhje vendosi një ministre nga inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale, diçka kote është ajo, po hajt ai do të justifikojë ca gjërat vetëm përmjet asaj ministre. Pa si e lexoni ju këtë? Si për çfarë arsye vendosi atë? Po është ajo, është një diçka kot sepse ne kemi ministrat tamam që po i Nuk është ofenduese kjo për Jo, ofenduese nuk është, ajo është një mit që ati i levërdis për të kontrolluar diçka, ndoshta në fakt. Shërbej më për mirë thoni ju? Nuk besoj. Mendimin tuaj? Nuk besoj. Nuk besoj. Unë kemi një rast diku ku përdoret inteligjenca artificiale. Për mua është thjesht një kopje, por boca gabime trashanike. Filloni qeshni kur bën gabime kjo inteligjenca artificiale? Po, unë qesh për shkak. Qesh. Përdoret në stacionet e Komzës, apo njoftimi i këtij stacioni tjetër. Dhe nga herë nga stacioni do të thotë këtë që është për të ardhur për Tiranë, ai thotë atë që duhet shkoj. Pra, inteligjenca nuk mund ta zëvendësoj trurin e njëjtë, nuk ta mund ta zëvendësoj atë dhëmti që e ka dhënë Zoti. Nuk mund ta vëzoj kur. Unë mendoj që asgjë nuk mund ta zëvendësoj. Të parët në botë me ministre nga inteligjenca artificiale. Mimo ky ka këtë qef të sensacione të gjërat i kam, se do të hyjnë histori me këto, me veshjet, me këto gjëra, me. Po edhe me këtë me prindi 1, prindi 2 për shembull. Ato janë gjëra kot. Unë thash prap ne duhet të rrim natyrës, ne duhet të them atë që ka thënë natyra, që ka thënë Zoti. Që ashtu nuk mund të arri, sepse njeriu nuk mund ta bëj kush përveç të madhit Zot. Sa do të mundohet shkenca, sa do të mundohet, domthonë është qenja më e ndërlikuar, më e komplikuar. Ato prindi 1, prindi 2 më duken si absurditete, edhe unë nuk i pëlqej. Po kalojnë, po afrohen, po na përfshihen, po pjesë. Ore, kalojnë dhe e besojnë. Kalojnë dhe e besojnë. Përjetojnë nga ato që e përjetojnë. Ka qenë po dhe e përjetojnë. E shijojnë. Po janë gjëra, në fakt, kjo është ajo domthonë për t'ju bjerë menjë njerëzve, për t'i orientuar nga truri. Po se që orientove tjetër, nuk e komendo dot. Ju e tha si njeri që keni studiuar gjithmonë natyrën. Po. Jeni pro natyrës, pra pro naturalitetit, atë që është më e prekshme, më origjinale, që e bën natyra dhe ka bën Perëndia, që është një fuqi mbi natyrshme që asnjë se kemi pa, po është një fuqi mbi natyrë, nuk mund ta bëj. Unë mendoj që se bë kërkush në. A duhet që ta zëvendësojnë le të themi Zotin, pra Perëndin krijuesin? Nuk arrin dot kur më. Nuk arrin kur bëhet bile, unë them mos ta nxejnë më shumë, mos ta nevrikosin më shumë. Zotin pra të madhin Zot. Po vjen një moment thuaj që po ka duruar. Po me thon drejt koha ka ardhur. Ka ardhur? Po ka ardhur. Janë bërë shumë gjëra. Kemi harruar shumë gjëra, kemi humbur shumë gjëra, kemi humbur shumë vetigme, që disa gjëra kafshët akoma i ruajnë, ne njerëzit i kemi humbur. Pra unë për shumë që studioj natyrë, po, ka humbur çdo gjë.
Ai që është që quhet qenie e ndërgjegjshme. Ndërgjegjshme. Në Sakafshët ne jemi qenë pa ndërgjegjshme, po kanë ca ndërgjegjshëm janë ata me instiktet e tyre, kanë ca instikte ato që nuk i shkelin kurrë. Edhe ato i kanë jetuar dhe në diktaturë, dhe në demokraci, dhe në dimër, dhe në verë, dhe në të mirë, dhe në të keq, dhe me ushqim dhe pa ushqim, por instiktet edhe rregullat e veta nuk i shkel kurrë se ne. Unë mendoj të se unë nuk jam profet, as nuk jam ndaj njeri. Pra njeriu, krijesa njerëzore, humanët kanë shkuar më poshtë se kafshët. Ka humbur çdo gjë sepse ne bëjmë dhe gabim se asnjëherë nuk i thirrmi logjikës, ne besojmë mashtrimit. Ne besojmë dikujt që flet një megaloman, siç janë dhe politikanë. U besojmë verbërisht atyre ne. Ne kemi 1000 halle për vete. 1000 halle për vete dhe nuk i zgjidhim dot. Ne kemi 1000 halle për tu anku, për protestu për vete. Nuk shumë ne protestojmë sepse një politikan është prek 1 mita e pasurisë ose 1 mita e interesi. Ai jeton në luks, unë jam për bukë. Jam për bukë gojës, ose nuk kam lek për të bëjë një vizitë, ose nuk kam lek për të kënaq fëmijën. Fëmijën time, ore, nuk kam lek për të kënaq fëmijën tim, të rinj tim, se ne prindët gjithmonë janë të interesuar që ta rrisin fëmijën shumë më mirë se vetja. Mos do dhe ne nuk kemi pasuri, për të kënaq fëmijën tonë. A do dhe pastaj e ndrydhi me kurrë, ai pastaj ai nuk është të thotë gjë për dashurinë për i prindi, para ma thotë, s'është kur gjë, prindi im thotë se s'ka, se prindi tjetri ka ble makinë 200 milion. Është kaputje e madhe edhe kjo nga ana është një diferencë e madhe. Statusit të ekonomisë. Është një diferencë e madhe. Faktikisht njerëzimi duhet t'i thrimë, por tani askush nuk punon më për edukimin e njerëzimit. Dhe edhe mësues që kanë pas misionin kryesor, domosdoshëm që paguhen për edukimin e njeriut, edhe ato e kanë humbur. Kjo vjen nga padituria apo nga keqësia? Jo, nga interesi, nga shtyhen mas interesit dhe lën. Pra këtë thashun, duan çdo gjë të fitojnë pa punu, pa dhënë asnjë kontribut, pa asnjë gjë. Edhe mësuesi është bezdis dhe ai vetëm e shef zonë apo ai jep ndaj lek ndaj gjë dhe nuk vjen duke përshkallëzuar derisa shkon deri në fund të klasës. Shkon deri në fund. Edi Rama do të mbahet me në histori? Po. Do të shkruhet në histori? Do të shkruhet në histori pas 50 vitesh? Ka shumë gjëna të po, do të shkruhet në histori se ka shumë gjëna të veçanta. Nuk besoj për keq jo. Jo për keq, nuk besoj. Për çfarë për shkak? Është aktualisht në këto vite demokracisë është udhëheqësi që ka dhënë një farë kontributi për mendimin tim më shukat meta sa të dush, ka një administratë të korruptuare, nuk po shef ekonominë e brendshme këto. Ka filluar të qapi sa shem, po them që nga këto vitet e demokracisë është i vetmi që mund të votohet. Jo se është i përkryer, po të kërkove me pas një qeveri, aktualisht vetëm ai plotëson kriteret aktualisht sot. Pavarësisht se ka shumë të meta. Ai ka çuar gjithë vorbullën ai në këtë pikë që vetëm qëndroi ai? Jo, e kanë çu jo. Në këtë pikë e kanë çu të tjerë. Kush? Të gjithë këto që ishin para këtij. Gjithë aktorët e po, me liberalizmin, me shkeljet e ndryshme, me shkeljet demokracisë, me atë shtytjen e njerëzve vetëm për të vjedhur, me që kur i tha njerëzve që do të vijë çeku i bardh, apo do të qenë vitet 88 kur u hap asistenca, se e zgjatëm shumë nështë, që në vitet 88 kur u hap asistenca dhe i shifsha gjithë nërmoret, edhe anë nga jo mund, edhe këtu, kishin lënë punën dhe gjithë silleshin burrit dhe i thosha ku do hanë këto njerëz? Kush prodho? Kush prodhoi që do hanë, se duhet prodhoi dikush që do hanë. Që aty u shtyt njerëzit me morë para, pa dhënë asnjë lloj kontributi, pa dhënë asnjë lloj fruti, pa dhënë asnjë lloj prodhimi. Vazhdon po njëjti model edhe sot për? Vazhdon, po njëjti model. E njëjti model, bile disa që punojnë dhe punojnë me ndërgjegje, i quajnë si skicofren, i quajnë si ignorant, i quajnë kështu sepse dikush tjetër fiton pa prek asnjë punë. Ja fitoj dhe nga puna ime. Unë punoj, si qenë dhe në punën time fitojnë të tjerë se më bëjnë presion ke puna e ke poshtë, mos e vërtet. Si bukë që hajë. Po. Dhe bukë sa që da po dhe bukën po e ham me zorë, po e ham me vrap. Bill tani më që se tham për pjesën e historisë. A do të fshihet, pra do të vijë një ditë që të fshihet emri i Skënderbeut në histori të shkruhet Edi Rama? Jo kur. Po këto po shbëjnë në historinë. Ja, nuk e ashtu, në historia mund ngeret, po jo në vlerat e herojt kombëtarët. Po kokë me Skënderbeun do jetë. Se e kemi këtu ke sheshi për shembull. Te Skënderbeu përballë nga mënyra se si qaset me tujt edhe me shqiptarët, edhe me këto, për mua ka vizion. Ka një mënyrë tjetër të bëri politik. A do bëhet Edi Rama po të njëjtën gjë siç ka bërë edhe Skënderbeu diku që luftoi për të mbrojtur vatanin?
Për shembull, për të turistët që shohim ne këtu, a do të flitet një ditë për Edi Ramën që është heroi i këtij vendi etj, siç i flasin tot Ciceroni? Nuk e besoj deri aty. Nuk e besoj deri aty. Nuk e besoj. Prandaj po lufton kaq shumë që qëndrojnë pushtet. Jo, ai qëndrojnë pushtet, ai do të bëjë diçka për Shqipërinë dhe mendoj unë që qëllimi kryesor i atij është të radhisin shtetet e preferuara të vlerësuara të Evropës dhe ai le diçka për Shqipërinë se duke e futur në këto shtetet kryesore të Evropës, ato i garanton shumë gjëra. Ndërkohë që Europa thotë ne jemi keq, është në krizë ndaj këtej. Është keq, a ja vlen fundimi në Europë në këtë situatë ku ndodhet Europa? Ja vlen sepse ti pa fuqish. Je shteti pa fuqishëm dhe ekonomikisht edhe ushtarakisht dhe në gjitha. Dhe po su fut të ke një imath, të hanë këshu. Se ti halë në sy ke qenë, si do mos e fqinjve. Shqipëria është halë në sy e fqinjve. Do me të bëj pyetje tjetër, po s'po të mbaj më gjatë. Jo, unë t'jap përgjigje sa dur. Ta mbyll me një tjetër? Po, kur dur? Trumpi tani ka bërë disa politika me këto. E kemi parë tani në mandatin e dytë që ka marrë si presidenti i Amerikës, taksa, gjëra për Europën, për shtete ndryshme, tarifa të larta e tjerë, por këtu bie edhe Shqipëria në gjithë se çka po ndodh. Kina po bën shumë oferta të mira, ka hequr taksat, bursa për studentët, mundësi punësimi e tjerë. Tani, nëse një shqiptar zgjedh të shkojë për të studiuar, për punuar, për ndërtuar jetën e tij në Kinë, a quhet ky anti-amerikan? Ja, nuk besoj se quhet anti-amerikan. Ne janë qëllime strategjike, se ne i provuam dhe lindjen, tani të provojmë dhe perëndimin, por shumë gjëra për shumë dhe këtë Trumpi dhe këto unë i quj për vete falso. Po ka kaq muj që thohet nuk do të ketë luftë në Ukrainë, nuk do ketë luftë aty, po shkatrohen pas Palestinës po vriten për ditë. Shqipëria ka qenë më mirë, ka qenë në lindje apo tani në perëndim që aspiron për të shkuar në perëndim? Them kishte varfëri dhe i çik diktaturë të tepërt në lindje. Por sot nështë ka pasuria nuk është përndarë në mënyrë të rregullt. Pasuri i ka nështë sot, po ta provoj herë dhe këte edhe perëndimi, sepse kështu tani erdhi koha. Shqiptarët nuk prishin qef do. Jo, shqiptarët në përgjithësi ne jemi mësuar domthonë atyre me ju bën jetë atyre të mëdhenj. Edhe shumë pranojmë dhe atë. Ne nuk ankohemi për vete kurrë. Të përshëndes. Sa do që të kemi ne, e mbyllim. Edhe komën në fyt, e ne i thua, amon veç mos më mbyt, të mund t'jetoj që të shoh. Që të vujë nese prap, jo të shoh, të vujë nese të knaqesh ti prap me vujtën time prap nese. Edhe prap do knaq. Marrin kënaqësi. Deri kur të arrijm, deri kur vujtën tonë. Marrin kënaqësi, ka Po, shkuar deri atë delir. Po. Që të marrin kënaqësi. Po, ka vaj deri aty që të marrin kënaqësi, sepse nuk ka frikë. Njeriu kur nuk ka frikë ka kënaqësi. Ke thënë gjë të bukur fare. Nuk kam frikë, Jo, s'ka frikë qarë. Ne jemi të vdekur. Ne nuk qohemi për asnjë gjë të bëjmë një protestë, për asnjë gjë në botë. Qa kemi tregu, kemi 30 sa vjetë, vetëm një protest kemi bo ne që e kemi detyruar Edi Ramën të ndroj me një. Për ato plehrat, me ato, një 4-5.000 vetë dojnë, ba ama u detyru, po të bëjmë protestat tila, ne mund të kishte zhvillim më të mirë ekonomik. Qeveria në rregull, ato paria janë në rregull, biznesmen janë në rregull, po i shkret. Gjysma kanë morë arratin, në përbot, gjysma tjetër, punosim kooperativës bujqësore. Po nuk vlerësohet si po? Jo, nuk vlerësohet se puno dhe do të kthej lek prapë, nuk merr lek. Dhe kështu ka qenë në kooperativa. Punoshin 360 ditë, edhe ktheshin kaj 30 lekë në ditë, ja ktheshin dhe një herë shtetit. Shumë mendoj. Tani mund të bëj pyetje jashtë klase? Jevi, hajde. O Mojsis. Mojsis? Ne të flasim. 2 minutë. Çfarë bën ashtu? Apokrifist, e si nuk kupton. Ç'është është ajo? Είναι αποκρυφίστα αυτά, είναι. Bone magji? Magji? Magic? Nuk folis αυτά, nuk folis, με mua αυτά. Sigur kur takoj ty ndjehem mirë. Αποκρυφίστ λέγε, πρέπει να σκέμει αποκρυφίστ. Πρέπει να ξέρεις αποκρυφισμό, αλλιώς δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα. Λοιπόν, θέμα... Do flasim sot, ke mësuar që shqip apo jo? Skip ακόμα έτσι και έτσι. Po pse kaq pak apo? Με γκρεκής, ρέγκουτ. Greqisht je në rregull ti. Θέμα Μητσοτάκης. Çka ka po Mitsotakis? Mitsotakis burri mirë. Μητσοτάκης πρέπει να πάει φυλακή. Κατασκεύασε... Shqip Mojsisis të marrin vesh. Μητσοτάκης, άστο. Μητσοτάκης φούτη de Burg. Κατασκεύασε ένα κατασκοπευτικό σκάνδαλο εν προκειμένου για να πλουτίσει.
το οποίο ο Μητσοτάκης βέβαια και ολόκληρη η οικογένειά του και οι υπουργοί του. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται από την υπόθεση Καΐλη, η οποία την πιάσανε με 600.000 ευρώ στο βαλιτσάκι, που ήταν δώρο του Μητσοτάκη προς την Καΐλη. Ας αφήσει τα ψέματά της πια η Καΐλη ότι της τα έδωσε το Κατάρ. Πού της τα έδωσε το Κατάρ? Εδώ το Κατάρ τη διαψεύδει. Ή ότι της τα έδωσε ο γκόμενός της. Γιατί τόσο ωραία ήταν και έπρεπε να της δώσει 600.000. Είναι δώρο του Μητσοτάκη προς την Καΐλη για την κατασκοπία που έκανε η Καΐλη για λογαριασμό οικονομικό όφελος του Μητσοτάκη εναντίον Ισραηλίτ. Άσε μας τώρα κι εσύ. Στο Μητσοτάκη τράβα αυτά να τα πεις. Όχι σε μένα, στο Μητσοτάκη. Στο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης είναι ο μασκαράς. Μασκαράτε Μητσοτάκη. Έτσι, μασκαράτε Μητσοτάκη και όλο το Γκρεκ Παρτία Νέα Δημοκρατία. Άντε ήκα από εδώ πέρα. Ας τον αφηγεί. Po të shkeme njerëzit, pse ofendon Ποιος είναι njerëzit? βορειοπυρот? Μη μιλάς στον καθένα. Mos i ofendon njerëzit. Çfarë është? Mos i ofendon njerëzit, pse Έχουμε, βλέπεις και οπαδούς Jo, του. mos fol për atë, mos fol Ne. për atë zotërin, vazhdojmë këtë tema për Mitsotakin. Mos u merr me njerëzit tu. Ha. Ja në Shqipëri ke sa vite ke në Shqipëri? Σκυπρή μυρ, Sa δημόκρατσι, vite ke në Shqipëri? Σκυπρή δημόκρατσι. Ore në rregull demokraci se po shohim ne Ke shumë shqiptarë se demokraci. demokraci është demokraci për ty, por ne sa vite ke këtu në Shqipëri ti? Σαν ούλου Σκυπρή Βιέτ. Sa vjet? Α, γιαμ σκυπτάρ Αλμπάνια Τσουτσετάρε πλέον. Αλμπάνια Sa vite? Τσουτσετάρε. Sa vite? 9 γκιούς Βιέτ. 9 vite. 9 γκιούς Βιέτ. Po është Votimi, έχω ορκιστεί στο Αλβανικό A është sjell Σύνταγμα. dikush nga shqiptarët keq me ty? Shqiptarët me ty si janë sjell? Votimi και τρε, 0 του νι, 0 του και ήμι, μάι του 0 του πες. Votimi. Po. Άρα σκυπτάρ Τσουτσετάρε. Janë sjellur mirë me ty, janë të mirë shqiptarët? Mirë, patrida me mua. Shpate, pse u ngatrove me të zotërin? Pse ofendove zotërin pak më parë? Pse u përplase? Pse bëre sherr? Τι economic, δηλαδή, problem. Economic problem. No. Pse bëre problem me atë zotërin që u zure, bëre sherr, e shajte maskara. Θα το πω στα ελληνικά για να το ακούσουνε. Όλοι αυτοί φόλισντε μασκαρά είναι εκτού, παγκούρ ντε γκρεκή αμπασάτα. Pagu Greqia atë? Παγκούρ γκρεκή αμπασάτα. Όχι, παγκούρ γκρεκή αμπασάτα. Παγκούρ γκρεκή αμπασάτα τεκμηριωμένα. Έτσι, παγκούρ για προπαγάντε σε βάρος της πατρίδας μας της Αλβανίας. Όλοι αυτοί, όπως και αυτός με την μπασικλέτα που δεν τολμάει, δεν έχει το δικαίωμα να πει εμένα μασκαρά. Μασκαράς είναι ο Μητσοτάκης και οι Έλληνες, οι ψευδοδιπλωμάτες που τον πληρώνουν, έτσι. Αυτός λοιπόν είναι από τους δίθεν ψευδοβορειοϊππυρώτ, που δεν υπάρχει βορειοϊππυρό, υπάρχει ενιαία Αλβανία και ανεξάρτητη, και όλοι αυτοί πληρώνονται για να κάνουν προπαγάνδα εναντίον της πατρίδας μας της Αλβανίας. Το λέω στα ελληνικά για να τα ακούνε και οι Έλληνες. Και βεβαίως πειράχτηκε που του κατηγόρησα το Μητσοτάκη του. Ας μας πει ποιος είναι ο Μητσοτάκης του. Είναι ή δεν είναι ένας προδότης? Είναι ο Μητσοτάκης εκείνος ο οποίος μέσω των hackers του, μέσω της πόστας, μέσω τρίτων δηλαδή που Ελλήνων οι οποίοι ταχυδρόμησαν στην πόστα, μέσω φαξ, μέσω διαφόρων τρόπων δεν διαβίβασε όλα τα στρατιωτικά απόρριτα της ίδιας της Ελλάδας, της Κύπρου, του ΝΑΤΟ, του Ευρωστρατού, της USA Αμερίκας, έχει βάλει μέσω ανθρώπων δικών του ο Μητσοτάκης που ζουν στην Αμερική μέχρι χέρι και στα απόρριτα του Πενταγώνου. Και ο Τραμπ ακόμα, να είναι καλά ο άνθρωπος και ο Θεός να του δίνει δύναμη και τον ευχαριστούμε που βοηθάει τον κύριο Τραμπ και το Ισραήλ μας, ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι ο κίνδυνος λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν έχει βάλει χέρι. Και πού δεν έχει βάλει χέρι? Στην Αγγλία, στη Γαλλία, μέχρι και στο σύστημα του Ισραήλ έχει βάλει, μέχρι και στο Ισραήλ μας έχει βάλει χέρι ο Μητσοτάκης. Και να πω σε αυτό. Θα το ξαναλέω και πάλι. Το 23 το Ιράν μας έριξε 200 ρακέτες. Όμως οι 200 ρακέτες αυτές από το σύστημα Aerodome απεκρούστηκαν όλες στον αέρα και καμία δεν μπήκε μέσα στο Ισραηλιτικό έδαφος μας. Διότι τότε λειτουργήσε πολύ καλά το σύστημα Aerodome του Ισραήλ.
Από τότε που ο Μητσοτάκης παραχώρησε το σύστημα Aerodoms, το οποίο το Ισραήλ το έδωσε μην ξέροντας ο εξοχότατος ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος παρασύρθηκε και δεν ξέρω πώς παρασύρθηκε, είναι από τα μυστήρια αυτά, πώς πίστεψε στο Μητσοτάκη, πώς πίστεψε, θα αναλυθεί μωρέ, θα αναλυθεί από μεταφραστές, μη στενοχωριέσαι. Πώς πίστεψε ο εξοχότατος κύριος Νετανιάχου στο Μητσοτάκη, που είναι ένας άνθρωπος μέσα από υπηρεσίες, ένας άνθρωπος μέσα από... Άστους, θα αναλυθεί. Ένας άνθρωπος μέσα από υπηρεσίες, ένας άνθρωπος μέσα πετυχημένος, πώς πίστεψε σε έναν απατεώνα το Μητσοτάκη, έτσι, και έδωσε το σύστημα Aerodom στην Ελλάδα και ο Μητσοτάκης εν συνεχεία πούλησε το σύστημα Aerodom μαύρη αγορά, έτσι, γιατί αυτό δεν μπορεί να πουληθεί κανονικά, πούλησε μαύρη αγορά στο Ιράν. Και γι' αυτό στην επίθεση αυτή που έγινε τώρα το 25 δεν λειτουργήσε το σύστημα Aerodom καλά και πλήγηκε το Τελαβίβ μας. Είναι ψέματα αυτά. Ας βγει οποιοσδήποτε άλλος να τα διαψεύσει. Εάν λέω ψέματα, ας βγει άλλος να τα διαψεύσει. Πώς πλήγηκε το Τελαβίβ μας από τις ρακέτες του Ιράν, αν δεν λειτουργούσε σωστά το σύστημα Aerodom του Ισραήλ? Ποιος διαβίβασε το σύστημα Aerodom του Ισραήλ στο Ιράν? Where are you from? I am Israel. Where are you from? Ξέρω και ελληνικά. Λοιπόν, λέω αυτή τη στιγμή, ποιος έδωσε το σύστημα Aerodom του Ισραήλ? Ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος πολιτικός και ο οποίος δεν ξέρω... Gabi mij dat dreigt een aerodroom. Aerodoms. Δεν ξέρω... Na thy ç'a mendimi ke për Mitsotakisin? Mitsotakis është burri i mirë, thotë ky. Για πες. Ο Μητσοτάκης δεν είναι καλός άνθρωπος. Είναι ένας προδότης ο Μητσοτάκης. Ο Νετανιάχου έδωσε το σύστημα Aerodom. Έδωσε το σύστημα. Είναι ένας προδότης ο Μητσοτάκης. Ο Νετανιάχου, εξοχότατος κύριος Νετανιάχου, πίστεψε στο Μητσοτάκη ότι δίθεν είναι πραγματικός φίλος, παραχώρησε το σύστημα Aerodom στην Ελλάδα, έτσι πιστεύοντας το σύστημα Aerodom δεν θα διαρρεύσει. Κι όμως Αυτό είναι. Πολύ mirë. Τίποτα, φίλε μου, τίποτα. Όχι, λάθος, γαμπίμ, φουτκότ. μέσα στο ρακέτα στο Τελαβίβ. Άρα λοιπόν είναι προδότης ο Μητσοτάκης. Πουλάει τα στρατιωτικά απόρριτα, είναι προδότης. Ρε good. Άρα ο Μητσοτάκης είναι προδότης. Τι λέει? Ότι είμαι ρε good. Ας τους να λένε ό,τι θέλουν να λένε. Εγώ πιστεύω αυτά που πιστεύω. Ο Μητσοτάκης είναι... Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται να ψήφει. Σιγά μπορεί... Ο προδότης που έδωσε πούλησε όλα τα στρατιωτικά απόρριτα. Εδώ δηλώνουνε, μισό λεπτό, εδώ δηλώνουνε ότι έχουν Μητσοτάκης και υπουργοί χωράφια και πρόβατα και παίρνουν επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των αγροτών και ληστεύουν τους αγρότες. Ένα σκάνδαλο το οποίο είναι ένα από τα σκάνδαλα το οποίο καταγγέλθηκε τώρα. Από πού ως που σουμίρ ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει η ασυλία του και να οδηγηθεί σε ειδικό δικαστήριο που δεν θα είναι πλέον δικαστές. Δεν θα είναι πλέον δικαστές Έλληνες, αλλά θα είναι δικαστές που θα τους έχει διορίσει το ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ επλήγηκε ανεπανόρθωτα από το κατασκοπευτικό σκάνδαλο αυτό του Μητσοτάκη. Είναι ψέματα. Πώς διέρευσαν, πώς μπορούν να διέρευσαν, πώς μπορούν, φοβούνται, όλοι με φοβούνται. Όλοι με φοβούνται, δεν μπορούν να με αντιμετωπίσουν. Όλοι με φοβούνται. Λοιπόν, αυτό είναι. Να έρθει αμέσως η ασυλία του Μητσοτάκη και να οδηγηθεί σε δίκη. Δεν υπάρχει άλλη λύση πια. Ο Μητσοτάκης είναι ένας προδότης, όπως ήταν και ο πατέρας του, προδότης και συνεργάτης των Ναζί. Το έχει πει και ο Κώστας Λαγιώτης. Το ίδιο βγήκε και ο γιος του. Πούλησε όλα τα στρατιωτικά απόρριτα. Po në gjyra ti do se ti e përkthen, aty çfarë thotë? Po se ti ja përkthen ti? Jo, se përkthej, po e përkthej. Tani do kapim i temë aktuale që po shtrihet gjitha ne me diskutime konstruktive, me argumente pro dhe kundër për sa i përket prindi 1, prindi 2. Prindi 1 kush është? S'mor vesh. Prindi 1 baba, prindi 2 është mamaja. Apo nuk e kështu? Nuk e di.
Do të thënë, unë ashtu e di, ashtu jemi mësu, po tani pse duhet i vendosin emra të tjerë? Prindi 1 dhe prindi 2 dhe jo nëna dhe babaj. Po pse kështu? Ose dhe jo mashkull dhe femër. Pse kështu kanë thonë prindi 1 Jo prindi motra 2? e vllai. Nuk e duhen mi heq të emra me vu prindi 1 prindi 2. Ra. Po me prindi 1 prindi 2, po motrat e vllajt e kushëririt e si kanë mu emrat? Të si kishë menuar. Se kishin menuar. Si kishin menuar. Atëherë duhet të ishin menuar gjitha që të A jeni dakord me këtë që të hiqet, le të themi kjo, që ti thuash nënës nën dhe babait baba? Absolutisht. Ti që diferenca, pra këtu ka një diferencë. Çka është mashkulli, çka është femra? Ato duan më na zhduk historinë, kulturën, traditat, me qëllim që të na shkomtorizojnë. Me këto duhet të na shkomtorizojnë me turista, me refugjat, me njerëz që nuk dinë gjuhën tonë. Duan që kanë agjende e këtyre është për të na, sepse këtu kanë hyja gjetënorët e huja duan na shkomtorizojnë. Na zhdukin nga ky ka përsyrë linjë perëndim që është mi pengesë e madhe, mi porta kryesore që lidhim linjën me perëndimin. Edhe nuk kemi Shqipëria porta kryesore. Po porta kryesore që lidhim linjën perëndim, më thënë, ka përsyrë linjën perëndimi me ne. Edhe pengesat, më thënë, interesat e botës këtu janë për këtë qëllim strategjik. Që në shekuj dhe më thënë kemi penguam perëndorinë osmane që të kalojnë perëndim në Skënderbeun. Çfarë do të thuash me këtë? Çfarë do të thuash me këtë? Pra, do të them me këtë që ne duam të na shkomtojmë, ne kemi ruajtur kulturën dhe traditat. Jo, me këtë që tha tani që me Skënderbeun të ka penguar portat osmane. Portat osmane të kalojnë në perëndim. Në perëndim. Po. Çka do të thuash me këtë që Skënderbeu ka qenë ai që ka ndikuar që Shqipëria të shkojë drejt perëndimit? Po sigurisht ka qenë një pengesë, një pengesë, ai nuk ndoshta se imagjinot ashtu në atë kohë, se s'ka pas, domethënë koncepti shtet në atë kohë. Por këtu ishte ai për krah që i boni perëndimi Skënderbeut dhe buset aty u ngritët historia aty që ka dalë, ne se kemi njoh. Do të thotë që ai ruajti krishterimin se bota perëndimore ishte i krishterë. Nësa bota lindore ishte ndryshe, besim tjetër, besim musliman dhe ortodoks. Nërsa krishterimi ishte këti në perëndim, në Europa perëndimore. Ti do thuash se Skënderbeu ka qenë ndikuar nga ata? Nuk ka luftuar për vatan me për atë? Jo, ai ka luftuar për atë, por ishte për krahja që i bonde atëre Vatikani i boshte perëndimi. E kanë përdorur thua? Edhe e kanë përdorur. E kanë përdorur deri sa vdiqja. E kanë përdorur ata, ai luftoi profetin e vet, po meqense këtu japshin ndihmën, e japshin për këtë qëllim. Jo për ndihmë humanitare që të Skënderbeut të mundi Turqit. Po, tani një pyetje tjetër. Skënderbeu i ka shërbyer më shumë vatanit, të dheut apo perëndimit? Skënderbeu ka shërbyer në radh para dheut për 25 vjet. Të se mohon kush? Të se mohon njëri. Mirë, po duke shërbyer dheut në këtë ka përsyrë linjë perëndim, ai ka shpëtuar dhe perëndimin për sa kohë ai luftoi, edhe e përuli për domethënë perëndërinë osmane, se pastaj perëndëria osmane shkoi deri në portat e Vienës. Me mrapa shkoj, po ishte dobësu. Nuk ishte ajo perëndi që ishte, ajo perëndori që ishte. Pse, është vërtet që Skënderbeu ka qenë një pengesë për ushtrinë osmane? Një pengesë e madhe për ushtrinë osmane. Edhe Skënderbeu ka luftuar me forca shumë të pakta. Bile kom lexu diku që në Itali i ka shkruar një këtë kom ngjuar nga Frank Bardhi. Frank Bardhi ka lind në 1606 dhe ka vdekur në 1643, që ka rruar shumë pak. Por ka përkthy dy letra të një princit të Italisë edhe një Skënderbeu, që princi i Italisë ka kritikuar Skënderbeun për arsye se ndihmoi një princ tjetër që luftoi kundër tij. Edhe në atë letër i thot Skënderbeut që shqiptarët janë bakti. I thot ai. I thot ai Skënderbeut. Po, ai italianin. Dhe Skënderbeu, e pas ka gjetë. Jo, se kështë gjetë, se Skënderbeu i kthe përgjigje, thot, po t'ishim baktine. Thoshte Skënderbeu, thoshte njerëzit ata tremen nga baktit, nuk tremen. Thoshte kur ne kemi luftuar me forcat kundërshtarit tanë, ose me forcat tuaja. Po, që ju si keni mundot që keni pas vetë kundërshtar. Jo, hikshin si bakti njerëzit tuaj hikshin. Pse hikshin? Njerëzit nuk hikin për baktish, thonë. Njeriu hik për njeriu, jo për baktish. Pra, nësimi baktisë, po t'ishim baktish nuk hikshin. Kur luftoshim ne. I thot Skënderbeu në letër, një ndër ato fjalë që i ka thënë. Pastaj Skënderbeu luftohet me forcat pakta, sepse fitohet ai. Fitohet për arsye se ai lidhte një pakisë të vogël në fund betejës. Edhe kur vetë ushtria turke me 12.000 ose 20.000 vet, po këto thoshte i morajnë për një sekond. Ndërsa ky u bitën nga mbrapa. Bila e kritikoi, thoshte.
ai princi italian thoshte ti i ke mund thoshte me Karamarrje thoshte edhe me ramje mas shpine turkit. Edhe ne. Më na ka ra mas shpine gjithmonë. Në taktike e luftës, se me një forcë shumë madhe ti mas shpine do t'i bish. Perëndorisë që ishte Osman. Ai do t'i bish mas shpine që ti prishte për pavil. Edhe pastaj ta dobësote, ti futte në panikë dhe të dorësoheshin. Një shumicë Dhe ashtu bërë, ja? Ashtu bën. Pra ne kemi fituar ndaj Perëndorisë Osmane. Një forcë e madhe ajo futte në panikë, se ishte strategike, i njifte ushtrinë, i njifte paragjykimin e ushtrisë osmane. Edhe i futte në panikë të dorësoheshin. Pra ne kemi fituar në të kohë me Osmanët? Po për 25 vite 25 betejë po. Po. 25 betejë. Po. Për 25 vjet rresh ka bën 25 betejë, rresh 27 betejë kështu. Një betejë ka humbur atë tjetër atje. Pra, Skënderbeut i njihet si merit që ti më të qartë ata që na ndjekin, i njihet si merit që ka penguar Osmanët për të shkuar në Perëndim. Pra lindje në Perëndim. Lindje në Perëndim. Jo për interesat e tyre, por ai për interesat veta, por për të mbrojtur Shqipërinë, por e kanë përdorur Shqipërinë për përdoruar, por se Shqipëria ishte vendi me strategji që Turqia nuk mund të kalonte në ka qenë pritë, ka qenë mburoj për Perëndim. Mburoj për Perëndimin. A do e bonte dikush nga këta drejtuesit prej vitesh, këto vitet e fundit pas Skënderbeut? Të njëjtën gjë, për shembull, kanë tentuar shumë njerëz për ta bënë, sa kanë marrë dot. E akoma nuk ka lindë që ka bënë. Nuk është kështu, Jo, ndoshta kanë ndryshuar kohrat, por po të ishte Skënderbeu sot në këtë ditë që dalim te fillimi i diskutimit temës që folëm. Qëse të ishte Skënderbeu sot, do e kalonte këtë çka po diskutohet prindi 1, prindi 2? Absolutisht jo. Skënderbeu nuk mund ndryshonte emrat e prindërve, domethënë ti tha që prindërve thotë njën babë dhe nënta është i prind. Jo në konceptin domethënë e përgjithshëm, prind. Prind mund të quhet jo vetëm babë, por prind mund të quhet edhe pjesëtar të gjithë familjes. Jo, këto duhen me azgjësuar gjinit. Ato duhen me azgjësuar. Mi bërë njësh gjithë. Po duhen me azgjësuar gjinit. Këto kanë filluar domethënë që s'kan filluar me lënë fëmijë, këto pse nuk lënë. Një kom gjuhë njëri që na dirmorën. Që i thot një avokat e 41 vjeçë, që ishte këja e bukur, tha. Më tha që të bëj një pyetje, tha pse nuk më propozon një për martesë. Ishte pa martuar 41 vjeçë. Ajo avokatja, femër 41 vjeçë, po. 41 vjeçë. Pse nuk më propozon mashkull? Ishte thonë që të tregojnë se pse të propozojnë. Një femër kështan ka pak turp mi propozu një mashkull për martesë. Mi propozu një mashkull për martesë, femra ka turp. Ndërsa moshti nuk ka turp mi propozu femrës për martesë. Mirë po moshti ka një gjë që ky shtet, ky regjim, ka nxjerrë një ligj që ti po i folë një femre. Që ti bëj ç'a? Po ti flasësh një femre për martesë, për shembull, për martesë në mënyrë serioze. Ky të fut mren. Të fut mren se ajo mund sot më ka gazmu. Mund të jetë lloj tipi që sot më gazmoj. Ti mi propozo për mirë, për martesë do më gazmoj. Edhe duke mos duke i mytë mashkull që mos propozojnë femrëve, femrët kam me pa martu. Edhe kur i thash këtë pyetje, tha e filloi të uqja. Filloi të uqja sepse i kishte kalu kohja e të bëmit familje, për kriju familje. Pas e kishte kalu 40 vjeç. Pra deri atëherë s'kishte guxu. Po edhe moshulli s'kishte guxu për arsye kësaj që i ka bë ligjin ky, se po ti flasësh ti i mushet me asë ti më ke gazmu, seksualisht dhe të po të mrenë. Që shetë në burg këto. Për një fjallë, më shënë që në burg këtë. Pse, ashu përshkën, drejt asaj rrugë përshkën? Po drejt asaj, në që se ti mund të edhe gjurës tonë e mi thonë një fjallë, mund të shenë në burg. Direkt me morë policinë, direkt më rinë të posin. Të posin më rinë. Jemi në regjim, ju thotë për kom parë kërë regjim sot, jemi në regjim sot? Po regjim. Regjim, e? Po regjim shumë i poshtë. Regjimet poshtë nuk ka pas njëre. Për mendimin tim regjim atë. Jemi në regjim sot, ë? Po regjim. Regjim është çdo lloj regjimi, mund të thonë çdo lloj regjimi, po kjo regjim i keq. Ka më kisën veroj. Po pse në regjim i keq? Po si nuk se kam jetu. Me asha kam ju që thënë ka keq. Për mua ka një regjim më i mirë. Më i mirë, ë? A di pse? Në rrogja bën shtet, të thon diktaturë. Po diktatura është ligj. Ligj është diktaturë, është shtet ligjor. Po kjo po bën diktaturë sot? Po bën diktaturë burgjeze, ndryshe kjo. Si ku ndryshon? Po si ndryshon, diktaturë me nuk e di doptit. Me shtyp të doptit. Ai nuk shtyp të doptit. Në Verogja. Vetë kamën aty. Të madhe që se
do të mu bë armik I popullit shqiptar, se për shumë armik më tepër në botë populli shqiptar, kombi shqiptar. Edhe për numër popullsie. Edhe me statistik. Kemi prodhuar më shumë armiq, domethënë armiq kundër dheut. Armiqi kemë më shumë I kemë të brendshëm apo të jashtë? Të brendshëm pra, armiq kundër dheut, pra armiq të brendshëm. Kemi prodhuar më shumë ne, se ujit jashtë mi dihen ato, se ka kemi. Po kemi prodhuar armiq jashtëmi kemi gjithë. Kushtet të ty. Na kanë bën shtet për arsye se u ka interesuar forcave domethënë të mëdha në atë kohë, forcave të mëdha. Se nuk do ishin bërë asnjë Nuk do të ishin bërë shtet, sepse ke popull që janë shumë më të mëdhenj se ne, s'kan shtet, ke Kurdistanin 40 milionë në 3 shtete, në Siri, në Irak edhe në Turqi, dhe s'kan shtet. Nëse ne jemi 1 milion banor, na bënë shtet se u duhet një shtet strategjik që më të kalojë Rusian më në perëndim. Më kalojë te Adriatiku. Që hapi temë tjetër tani. Trumpi ka vendosur tani taksa për çdo lloj gjëje. Por për shumë shtete të Europës, edhe shtete tjera, por ndër tjera edhe për Shqipërinë. Tarifa, gjëra, taksa, e ka mytur, e ka bërë shumë vështirë për të qenë pjesë e Amerikës. Kina ka ulur tani, ka hequr taksat, detyrimet, ka ofruar bursa, shumë mundësi, shumë oferta të mira për bëndur. Qofse tani një shqiptar shkon dhe ndërmerr një hap për të shkuar për studime, për punuar, për mundësi ndryshme për të ndërtuar jetën e tij në Kinë. A quhet ky anti-amerikan? Po, këto që majnë anë Amerikës quhet anti-amerikan, faktikisht, se ne jemi pro Amerikës për arsye se Amerika fuqi e fortë dhe na mbron. Po faktikisht Amerika është shkaktari kryesor I gjithë luftave në botë. Ne na mbron për interesat e vetë, jo për tona. Ai ka thënë që unë kam interes të përjetshme në Shqipëri, jo miqësi të përjetshme. Ne nuk po themi që jemi anti-amerikan me këtë, por nëse bëjmë të zgjedhje për të shkuar në Kinë, nëse bëjmë të zgjedhje, nuk mund të quhesh anti-amerikan? Pse quhesh anti-amerikan? S'ke pse quhesh. Shkuar në Kinë për shembull që pse quhesh, po aty ku je më lirë të shkosh, edhe ke tregut të shkosh po më lirë. E ku më I mirë. Si puna e komshiut, ke dyqan në afër në lagje. Sa shkoni çik më lart se je ku ai do të bësh më lart e mirë thotë që mos shajtin Kinës. Po Kina ka gjetur rrugën prodha mallra që ka myt gjithë botën me to. Ka sfiduar Amerikën. Amerikës nuk I vjen mirë kjo punë, bile Amerika pse u thotë aty Iranit se mos prodhon armë atomike. Ja vetë ka thotë ditë mos u prodhoi. Ty vjen shkatër armët, që ti mos kesh ardhur të mbrojmë. Po s'mbroj kur bëj punën. Ju thotë që Amerika është shkaktare e gjitha luftrave në botë. Por Shqipërinë po e mban, po e përdor si për arsye të veta. A do vi momenti që edhe Shqipërinë do ta fusin luftë? Po kur vije puna si ti bie rradha aty të shkojë Shqipëria. Si e shefti, do të jetë do të vinë rradha dhe sa larg është? Po edhe mund të vijë, ajo si dihet, por varet se si vinë konjunkturat. Nëse do vinë ashtu si ashtu, ai luan nuk I dhim se të futet atje. Në qartë. Nuk ka si lloj peshe domethënë në Shqipëri, por ato thjesht për tu përdor. Për ta mbyllur tani se kemi kap shumë tema, nisëm me Enverin, Edi Ramën, Skënderbeun, heroin ton. A do mbetet një histori Edi Ramën? Edi Rama një histori të mbetet bëhet si burr shteti. Si? Si burr shteti jo. Jo si burr shteti. Jo. Nuk do mbetet si burr shteti. Si burr shteti s'ka ani histori ngelet, po jo si burr shteti. Po si? Do ngelet si një domethënë që nuk e di se në çfarë kategorie mund ta fusin, po që burr shteti jo. Pasi 100 vitesh do shkruhet një histori Edi Rama si shkruhet sot Skënderbeu? Jo. Jo? Jo. A do të vi moment që pas 100 vitesh nuk do të jetë më emri I Skënderbeut në histori, por do të jetë emri Edi Ramës? Asnjëherë jo, emri Skënderbeut nuk shkruhet se të jetë jeta. Nuk shkruhet? Jo. Këto janë që kanë pasur në kohët Fanolit edhe në kohët Mexheut, të janë furka u kanë thoshin atë kohë, partive u kanë pasur furka. Furka këto bien për 2 javë, për 1 muaj, për 1 vit, për 2 vjet. Jo 2 javë kanë vite këto, sa vite kanë do që janë partive? Këto kanë 4-5 vjet, por e kanë fjalë ka 15 vjet këtu, po. Ka që bin edhe për 2 javë. Po ka që bëj historinë për një kohë shkurtë një, do të më thënë jam. Se na patëm hyjsin Miloshin. E kam nga fshatim. Patëm hyjsin Miloshin, nuk ishte komunist. Bani histori për I vetmi Shqipëri që mbrojti komandantin ishte hyjsin Miloshin. Ose bani pa emrin atë dheu. Pas Skënderbeu që thamë që është heroj kombëtar.
Kush është një tjetër që është pas Skënderbeut? Ma sa një histori ndër vite. Mas Skënderbeut vjen Enver Hoxha që të ngjilet një histori. Pas Skënderbeut Enver Hoxha. Enver Hoxha, edhe tjetër. Do të vjen një histori më vrojti si sot. Ai kanë hedh balë. Sa është politike e tillë, por populli në zemër e ka. Ka, E di populli si Tallën shka. ato që nuk e shprehin, por e kanë zemër. E kanë në zemër populli. Edhe ato vota që merr Tirana Masoj, janë votat e nostalgjikëve të Enver Hoxhës. Nostalgjik vetë. Sa i kur ka vdekë Enver Hoxha ka qesh. Këtë e ka thënë Artur Zhej, diçka. Ka qesh i Tirana? Po ka qesh, këtë e ka thënë Artur Zhej, diçka tur ide për Artur Zhej në politikë. Ta. Sa u presh tha në paqe se këtu nuk gjetë paqe. U presh në paqe kish një Allah me kunj. Kështu ë? A thotë kështu? As nuk vjen varrim fare. Edhe tha u presh në paqe se paqe këtu nuk gjetë. Një kohë që Artur Zhej e kom gjur intervistë kur ka thënë që ishim studentë se ka pas shokë në fakultet, kur ka ardhur e ka thënë që ka vdekur Enver Hoxha tha. Ka filluar me qesh. Tha u shun një vajzë dhe tha që Enver Hoxha zon rronë zemrët tona, nuk ka vdekur, ai tha vetë u gjesh me ma. Atëherë tha mund si pa morr vesh pa kulturë, po të më kranë në zormë, që dhe pa të në arrestu. Si ishte dikzi për Enver Hoxha. Pa, famtar. Kështu që A duke sikur ky do t'i ngjasoj Enver Hoxhës? ai do t'i ngjasojë, por ai merr votat e nostalgjikëve të Enver Hoxhës. Po, du dal, do pse merr votat nostalgjik, pse nostalgjikët e Enver Hoxhës votojnë të ndërkohë që ky e ka qesh, edhe din që e ka qesh. E votojnë të sekundërshtari i këtij është shumë i poshtë. Është Sali Berisha më në tjetër. Kush i përngjason më shumë Enver Hoxhës? Berisha apo Rama? Jo, as Berisha as Rama nuk ngjanë Enver Hoxhës, se e bën këtë pyetje shumë njerëz. Duhet me krahasu, nuk krahasohet, as një lloj ngjashmërimi do. Sali Berisha është një Qa? sa është njëri, Sali Berisha s'është njëri. Nuk është njëri? Jo. Kur pyeta pak më lart për Edi Ramën, a dëshkruhet një histori apo jo? Thash jo, dëshkruhet historia. As edhe Berisha si Rama, të di një lloj. Të dy lloj. Një lloj. Në Kush është më histori keq nga këta dy? më i keq është Berisha, Më keq Berisha, ëh? se ai vret. Ka vrarë, ëh? Se sot një vjersh ai thotë Kush e thot? Benduka thotë. Benduka. Po edi nuk mund dihet thotë as mund të flitet me ato që vret dhe me ato që vritet. Po edi s'mund dihet as nuk mund të flitet thotë me ato që vret dhe me ato që vritet. S'ka si me qenë me ato që vret dhe me ato që vritet. Pa kur bëhet poezia nuk s'ka si bëhet me ato që vret. Përshëndet shumë. Mirëbafsh. Kena thonë shumë gjona të bukura. Falenderoj. Kaloj çik më vonë. Si të kam? Përshëndet. Të punonë? O, Po kështu me qira. Deri tani përgjigjet në kohë. Me qira ta jep kështu. Nuk e jap me qira. Nuk e jap me qira. Se unë e kam bindje dhe besoj që ty të punon edhe ty. Jo, fare. Ka vajtë për së. As në rek, as në Nuk lëviz në vëndi. Po i këndru melodi më shumë, ti ndrosh melodin ti. Po ti e di këngën e Çajubit tani, unë ta kam kënduar një herë. Ma këndo dhe i hera, ma këndo se nuk do Po zotëri, tani ti mos pyet për mos më vjen në televizor, re. Jo. Se më ka dalë kënga e Çajubit është. Ka bo ndërkombëtare. Po leo ndërkombëtare. Edhe Trumpi e thot aty ke dhoma ovale, disa herë që hapen ato seancat e mbledhjes. Ajo është dy faqe, është këngë e gjatë e Çajubit. Çajubi, ha? Kemi ndaj varg të risot? Në Paris, në Stamboll mos shkosh shakur, thotë Çajubi. Bashkoj burri me burr, se duhet miratojnë këtë ligjin këta. Kjo temë të dalim, ma thuj. Bashkoj, thonë se është besishmëtuar, atë do vdes pa aprovuar. Në Paris, në ashtë më kokës, kush dojtë të aprovoj e merin majku në gojë. Nëse kemi ditë, tani kemi marrë vesh, në kohën tonë, s'bëjsh i këto puno. Nuk bëjsh, Jo, në kohën tonë, pyolli në i vërim binde. Tani, po të gjithë vërim, o të keqe në zotë. Qa mendimi ke për të prindi 1, prindi 2? Po leo moti tani ka për zoti pëmre mashkull. Prindi 1, prindi 2. Pyes, unë jam fshatar. Dhe pyes qomand. A ke parë dashit, ja hyp dashit, jo. Qapit, jo. Tani borri, turpi i botë. Po i kolla dhe se qa janë to. Po në qënë prapambetur një ata? Si prapambetur? Po prapambetur, thotë, në qënë se ti mendon që... Ore, bëra është bërë për jashqitje, nuk është bërë...
Po le tani, u prish dynjaja, iku morali, iku digniteti, mashkulli, femrës. Po çfarë bëjnë të duhet që të avancojnë, shkojnë në Europë, botë? Po su bërë atë punë. Po me byth shkojnë në Europë, domethënë? Po su bërë atë punë, nuk pranon Evropa. Janë drejtat e njeriut, le ta bëj çdo. Po le ta bëj gjithkusht janë intimitetet e njeriut, në veshje. Po, është devijuar, i të vërtojt, i atje, është... Si mendon, janë devijuar të njerëz që mendojnë kështu Po ose... çkalluar budallëjo. A është mundje kjo, si Është këto që mundje. jemi normal, domethënë? Rri tani, ik tani boll tani se... Nëse kalon, çfarë do bëni? Nuk kalojmë, do kthej rrugën këtheja. Jo, nëse kalon si liqë, nëse e miratojnë. Ba? Se po kalojnë drejt asaj që do e Po miratojnë këtë gjë. e bën këtë liqë, ku di jo, nuk e di. Fundi, shenjat e fundit, Po, le të vjen në pësë, po i. për çfarë të mbahet mend Edi Rama? Edi Rama mbahet mend si punë, si burë që ka bërë punë. Ka bërë punë. Atë kujtohet kryeta bashkie. Si e bëj Tirana lule herë që në 97 u bë halet Tirana, me beton e hekur e me baranga. E tani Lalieri ka punuar pa mërstisë. Po, e shkarkuan. Po e shkarkuan. Si, a u mërzite kur e shkarkuan? U mërzit atë. Mërzite. U mërzit, ka punuar, ka bërë Tirana lule, si e gjeti kërmadh. Qa bëri luli që kryeta bashkie, na prishi dhe mbi kalimin aty të Zoguzi. Do një orë, vjen për 2 orë nga Vlora, do nakse se kanë dhe në Tiranë brenda të vish për 1 orë. A do shkruhet një histori Edi Rama, thua? Pa tjetër, është kryeministri më i suksesshëm Më i suksesshëm. tyre 35 vjet. Do shkruhet për mirë? Për mirë. Për mirë. Qershia me këto do të jetë kjo. Po të qia pritje ka, 1 çdo njeri ka të qiat e tij. Në gjithë Dhe ai tetorët, ka të meza, e ka shumë po. në gjithë tetorët që kanë ndërtuar do të jetë qershia ky miratimi ose kalimi i këtij ligjit prindi 1 prindi 2, ë? Po i kontani, nuk e besoj çka kalon. Nuk e beson. Jo. Shëndetet mira. Të përshëndes. Ku do shkoj gjyshi? Te Pisku. Te Pisku, pisk puna. Te piçku prapë. Te Pisku prapë, te Pisku. Sa kështë i për të nëse ika, Të përshëndes. shëndet kesh. Lajmi më i fundit është tani që u shkarkua Erion Velia, Po. kryebashkiaku i Tiranës do të jetë Sali Berisha. Çfarë do t'jetë Sali Berisha? Kryebashkiaku i Tiranës u shkarkua Erion Velia, Po, kryebashkiak tani do të jetë Sali Berisha. a më ne bëj thu? Po, plak të shje, si... Sa vjeç është ti? Ç'nim sepse do të gjikon njerëz. Po jam, 81 vjeç. të edhe një, po të... Do t'i bëm një provë salës. Ç'a provë ti bën? Po bëni seks sala, do t'a bëjen, mos nuk bëni seks, aha, iko e bo. Pse ajo do të thonë ti je kryetar bashkie do të bësh seks? A do t'jesh burë? Do t'jesh mirë, ë? A, do t'jesh burë, një shqitje. Sala i vetër. Goditje me top, ë? Sala Edhe sonë e çerçis bëjë. topulli do ta kishte Zili. Sala sonë e bëjë atë. Nuk e bën dot, ë? Ja, Pse ta hapi derën me e di pse se bën Salia. Vesh një fjalë shkurt, të gjithë usinat dhe fabrikat i ka prish populli. Po hekurudhën milot, rëshen, që ka qenë gati edhe ma bën autostrada mbi hekurudh. Kush e ka prish? A marrë përgjithësia e për atë apo nuk man? A të gjithë atyre do t'i shkrim, i ka prish populli. Po hekurudhën milot rëshen. Ka pas kalu treni. Kush e prishi? Ka qenë Sala në pushtet. Pse e prishi? Pse prishi e kurudhin? Ta shtonë të shikë majta sa djata, se dhe kise vjenë sa dushë aty. Mbamen që kemi bërë një temë ne me qenë se hapet çështjen e Kurullës për kohën e Enverit që ke thënë që burri më i shëndetshëm Po. ka qenë 60 kg ka qenë. 60 kg. Po, se kish Të kishte. gjithë kanë reaguar, kanë thënë ja ke fut kot. Ja ku fut kotun? Njoni thashë baba im do ka qenë 120, një tjetër thotë Po me, dëgjoj. ha qa fuzin, sa duan, unë kështu ku pa unë. Sa ku pa unë, për tjerë nuk digjon. Po mos, ndoshta kjo që s'ka thua ti edhe për Berishën nuk është e vërtetë edhe Ishin, a në rase Hekurudha, nuk është e vërtetë që a prish, kur ka qenë Sali Berisha, unë me njëherë do të arrestohen. do të arrestohesh. Po ven. Po? Shushe, akuzoj. Për disinformim. Po, po, Po po, disinformon gjithë publikun. Po më, po më. Po si e pritet këtë lajmin e shkarkimit të Renveliajt? Po, të shi, unë nuk di një, se nuk kem morë ma të punë, po... ai nuk- Ne, për shembull, mërzitet nuk- familjarisht. Ai nuk du të shkakon ti. Ja. Desha të mërë formë shprerë. Mos ne, po ligjet nuk i di, ligjet janë aty. Pse nuk duhet të shkarkohej? Po dali faj shumë njerë, mos ne. Si dali faj shumë shkakon. Sa u bërë Renvelia atje? 6 muaj, 7. 6 muaj, po 6 muaj pa kryetar bashkia Tirana. Ma mendoj si që Tirana- Duhet kishte bën ndërheqjen ai. po. Zonin pemët, çelnin lulët, cicëronin zoj sa kur ishte kryetar bashkie. Sa ajo që vite me biçikletë, ciu e prisnin zoj. U ndërmonte erë. Ai punëtor ka qenë, po nuk e di unë.
aty. Ai nuk i duan ato punëtorët, nuk i duan. I fusin burg, i arrestojnë. Po, prandaj edhe e shkarkuan. Do dali pa fajshëm mendon Erion Vidia? Nuk, po të e di gjukata më rëgjë. Jo, si mendon ti në... Edhe di shka, se budodhej nuk është qëtësia. Aje e ka një bazë shumë të shnosht që e ka majman aty. Ka ku bazohen ato, jo, nuk flasin kodë. A mendon se nëse i deli pa fajshëm do të rikthehet kryetari bashkia Po më njërë, i tokon. Po da e liroj vendin Berisha? Da e liroj vendin Berisha? Po Berisha ka liru, se Berisha pa lirë pret. Shko një vitë shkone, ka vendin më sharë, ku. Mos e rov dekin tjetër, mos e rov dekin. Po si më shurë, se unë nuk du të desje, se mu ka bëgja muaj. Kush do mbahet më shumë mend histori, Edi Rama apo Berisha? Me qenë se janë të dy emrat kryesorë në Shqipëri. Edi Rama, re. Edi Rama do Po, më kanë fakte pse. Dhe shkruhet në histori, ha? Po. Si shkruhet Skënderbeu, dhe shkruhet edhe Edi Rama. Po, do shkruhet. Pse do shkruhet Edi Rama? Unë kom pa shkollën Kristaq Rama. Ja ki bua dhe shkollën? E kom para, ti e kom pa. Baba Saliut, a ka shkollë? A i ka pas dele, dhije, që ka pas atje. A da e ku shumë e zgjuar. A që ka dele, apo a që është profesora? Pse më vërtet kush është më zgjuar? Ai që është profesor apo ai që ka dele dhi? Po, a që ka dele, ai baj ka. Po të ndaj me tani se deri tani the është më zgjuar ai që ka shkollë. A që ka shkollë pra? Nuk ka ai, ëh. I ati Kristaqi ishte një shkollë aty, Kristaq Rama. Nuk e di se ku një ky, tash baba ky nuk ka baba im. Ati po. Baba jot jo, baba Rama. Po shkolla Kristaq Rama, skulptora që ishte shkolla aty. Edi Rama do marrë mend në histori për mirë apo për keq? Edi Rama do marrë si punëtor i mas edhe për mua njeriu mirë. I ka prerë. Zemër gjër. Po, unë pse nuk kanë kohën për pensionet? Ku doj t'i uli, ku doj t'i shoj? Ashtu, edhe nëse ul pensionin. O ta uli sa doj, ne të vdekin blesh. Nuk e ke. Nuk është problem thotë. Jo, hiç fare. Se pensioni që është i vogël. Jo, s'ka pensionet vogël. E ke të madhe apo të vogël? Ku di janë madhe të vogël, ai pensioni sa, ku di unë. Se ka edhe të madh, ka edhe të vogël. Jo si e ke sa e ke? Mjafton për shembull? Mjafton, ai mesatar është. Mesatar. Po, mesatar. Përgjigjet? Ba, në punë. Përgjigjet domethënë. I kryen detyrat. I kryen detyrat. Nuk shkon asnjëherë për shembull, shkosh në 15 diç, 15 ditë. Jo, hiç fare. Nuk përgjigjet për shembull. Po shpim kafe, shpim gjana ripate. Kush ato? Po shpim. Ndeshtyem, mos e shty, unë nuk kanë kohë. Zgjuar pa kafe pastaj? Po rishi dush. Po, nëse spik. Unë nuk kanë kohë për pension. Për mua ta me sa dojnë. O previzor, unë jam për vetë, për tjetër dëng digja. Jam shumë shkurtër. Po për këtë që po diskutohet sa ndek këtej prindi 1, prindi 2, domethënë, çfarë mendimi keni për? Si prindi 1, prindi 2? Po, pra nuk do thonë më mashkulli, femra, nëna dhe babai, do thonë prindi 1, prindi 2. Ato janë njësoj. Si, prind, janë prind. Prindë. Po mirë, ti nuk do quhesh më babai, do quhesh prindi 1 për shembull. Po mirë. Çe fusim, ndash prindi 2, ndash prindi 10. Se ke problem. Çe fusim ta. Për shembull këto që martohen burr me burr, grua me grua. Po sprish puna kanë vend. Si të ketë vend çe fusim. Po çe fusim. A kanë vend, a duan. A do parlamenti, a duan këto. Por ti po le pse parlamenti di më të mirën tonë. Unë për mua, unë jam atu, unë kam grua dhe unë shkoj ke grua ime. Unë me tjerë s'kam punë, s'punë kam me tjerë. Po, nuk kem punë me tjerë. Ja. Ti tani nëse miratohet tani s'bëhet edhe probleme. Unë i fare mua për mua. Unë kam gruan time. Nëse çuni ju ose nipi juaj të martohet me një mashkull. Unë kam gruan time, kam shkoj ke grua ime, unë kur ça? Tash do në gjë tjetër. Çfarë proces të marrën vesh, nuk kuptojmë. Tash burri martohet me grua. Femna është femën, mashkulli është mashkull. Po. Tani, me këtë, nëse nipi juaj thot kam një dashur, martohet me një mashkull, ka dëshirë për mashkull. Jo me mua sa buk. Nuk ha buk. Jo me mua jo. Po mi pse thu pra që jam dakord? Po bën çfarë dulmë, po besin mua ta? Nuk e afro këtë tavolinë. Unë me mua jo, me mua nuk kam fitë, mi nuk kanë buk me mua, na sa bën këtë. Nëse bën ndaj gjë. Jo, unë nuk e bën. Po shpreh mara ke vonë edhe të japi. Edhe të japi shkon ke dhia. Edhe dashë shkon ke delja. Edhe me edhe gomari shkon ke gomari me qenë jo më atë ndajën atë femra Gomari femër, si quhet? Gomari s'ku di gjë. Gomarisë? Po kështu i thon, ku di gjë. Gomari femër? Po mushka ç'është? Mushku, ka mushk mashkull edhe mushk femër. Nuk është mushka gomari femër i mushk mashkull dhe mushk femër. Janë të krizuar ato. Si ka si pra? Mushku, kur del mushku është i krizuar. Ka kuaj, ka gomer, ka edhe mushka. Po.
Janë familje ndryshme. Po, ndryshme. Njësojnë. Po, i thonë femër, mashkull. Po. Pse nuk i thonë gjithë kuaj? Po mushkës femër, si i thonë pra? Mushkë femër. Prandaj ndu me bo këtë për shembull se kanë marrë shembull nga mushka, edhe thon prindi 1, prindi 2. Mushka nuk ka për shembull që thuhet Mushku, e di ku ka mushku baba? Ka gomarin. ka goma, ha për këtë. Ai është i grizuar, po, ka gomarin. Se mushku nuk, ose ka lopa me kalt. E kanë marrë vjeçare lopa me kalt dhe del mushk. Pra mushka vjen nga familja edhe e gomarit edhe e kuajve. Po. Sa interesante. Kështu më kanë thënë. Përshëndes. Profesor, një mendim. Përshëndes, ti je mirë. Po ti ke mjaft. Këto të mori këtu. Mjaft ke shumë. Ke shumë. Si të ka mirë? Si ke qenë me shëndet? Po simpatik që të shkruja. Mungova disa ditë, po ç'ës ka ndodhur, ç'ës po bëhet, ç'ës po flitet nëpër panelet, në ato panelet që të pëlqejnë ty nëpër studio televizive që bëhen përplasje argumentesh. Ja një mor del të sa vjetë të çirri të kota shikoj. Nër naive gjithmonë. Kode. Nër naive. Tipa karaktere, jeta kështu është. Po jeta pse është e bukur, do t'i kuptosh ta gjallë. Ti je një djalë që i ke hyrë një fushë të mjaft të bukur. Kush? Gazetaria. Gazetaria është e pafund. Por ka një gjë. Nesër me gjithë tipash. Po gjithfar mendimesh. Po mirë, më falë, se ke hapi temë bukur Po që jashtë unë e shoh. a temë e jashtëzakonshme. Sa? Por kemi edhe disa që Po mirë, më falë tani. Nër Unë, naive. a kam përgjegjësi për shembull për këtë pjesën e këtyre se kam shumë njerëz që më komentojnë thënë ky merret me budallim, merret me pa gjykuar, unë nuk po gjykoj askën. mirë. Merret me këtë, merret me atë. Duhet ta kuptosh. Unë të bëj një pyetje ti si gazetar në këtë moshë. Se ne të dy flasim, Si bravo, më i moshuar. Unë jam më i moshuar. Të pyes. Pse duhet rriu në rob i disa pseudoanalistëve me vite, me dekada, i disa politikanëve në mënyrë budale, trashamane, pse ashtu gjykojnë ato? Jo. Gjykimi duhet jetë ndryshëm. Ndryshëm, bravo. Edhe është gjë e bukur I larmishëm. Në ngjyra, se cili ka mendimin e vet. Që shoqëria demokratike perëndimore na e fali. Ne se kemi kuptuar, gjithmonë kemi kujtu, jo ka lijo, edhe e skali. Edhe i kanë avu kështu frenet edhe ka e lijo. Jo, shikoje. Du dalim jashtë kutisë. Jashtë kësaj, se s'do ta mbajmë tu, do ta shprehem. Miku im, mua më pëlqejnë këto njerëz që kanë horizont edhe që i hapin. Jo në Se mënyrë kemi gjithmonë naive. atë që bëjmë gisht domethënë. Po jemi tipa, jemi mësuar të tillë. Kështu e mirë. Pse duhet të rriu në kuptim peng i Sali Berishës? Pse duhet të rriu në mënyrë naive? Po ka vite, dekade nuk largohet nga pushteti. Po ne, pse na hoqin nga puna qysh 30 e sa vjetë për para? Po ja kishim bashkë. Pse e kundërshtuam disa gjëra? Pra, unë duhet të rri peng i një naivit? Po jo. Aja e shef me atë këndvështrim, unë e shof në gjithmonë debati. Debati, sjellë zhvillim. Po ky debati është hapur këto kohë të fundit. Prindi 1, prindi 2. Po, tash jeta perëndimore ka edhe këndvështrime të mira, ka edhe këndvështrime të saj të lira. E tham, që njerëzit janë të lirë. A ka dhe pozitive, ka mjaft. A ka dhe negative, pa tjetër. Si, ne kemi vështirë disa gjëra, ti përvetsoj. Po, ti Se përvetsoj. jemi mësuar me një shoqëri tjetër, me këndvështrime tjera. Ai kemi të mira pa tjetër, ai kemi pozitive pa tjetër, por ka dhe A gjëra mund t'i përmirësojmë? pa tjetër. Por kjo atë çon drejt përmirësimit pra prindi 1, Po prindi 2, ka, kjo. mirë, ka edhe gjëra që ne nuk arrim dot, por duhet themi edhe disa gjëra tjera që ne kur nuk do të kishim arritur të imagjinonim mrapa si shoqëri. Shumë. A quhesh i prapambetur nëse dikush nuk e pranon këtë. Ja, nuk ka puna të aqush i prapa. Pra nëse dikush Por pranon janë që disa ka gjëra, mashkull disa dhe femër gjëra dhe që jo, ne nuk arrim. ti perceptojmë, Nuk ti arrim, përpunojmë, nuk arrim. ti pranojmë, ti Nuk përvetsojmë. arrim. Zhvillimi modern i pranon. Ne disa gjëra nuk i pranojmë. A kemi pozitive të mrekullueshme kemi? Disa gjëra. Mënyra si po zhvillohet në publik, në media dhe gjërë, a duket produktive si si diskutim, si debat? Kam binje se ka një diçka që nuk shkon me mediat. Këtë duhet ta themi hapur. Patjetër. Këtë edhe ju të bile citojeni me tekst të veçantë. Si,
Disa kërkojnë të jenë diktat me dhunë, jo hapur, lirshëm njerëzit. Ta thojnë mendimin e tyre. Sepse kërkojnë disa gjoja, televizione, kanale televizive, gjoja drejtus, të imponojnë me zori mendimin, jo. Mendimi i lirshëm, i hapur. A i qonë në progres. Sepse ne nuk i pranojmë gjërat të tilla. Ashtë kundër mehet, ashtë armiku im. Jo. Jo. Por mos ma impono. Bravo, ti ma lërë mendimin tim, ta them, atër ti gjikoje vetë, në vetë, edhe e vendos ku, tek edhe qysh. Po duan që ta fusin për shkolla, për institucione ndryshme, me politika, ka dhe gjëra mjaft që ne duhet t'i kemi konsiderat, duhet t'i themi hapur, t'ja themi njerëzve, t'i drejtojmë, pastaj në fund të vendosin vetë, ta gjykojnë vetë. Po mirë, ne si shoqëri, prej vitesh, ju e njihni më mirë se sa unë, a kemi qenë ne ato ndëshkues të këtyre... Po kemi qenë, unë i kam shkruar dhe artikuj se duke dhe të qeshëm. Ne jemi pengjit të vetes apo pengjit të tjerëve. Unë të pështu si gazetar, e kam shkruar në gazet. Unë jam pengjit tjerëve. Pse? Me vite disa duhet ta shoh jetën kështu, por nuk e dua ta shoh ashtu. Se nuk përmush kriteret e kuj, e të një zhvillimit modern. Sa deputet në përqinje ke rreth 70% nuk përmushin kriteret. Nuk arrin, lërë më nuk kanë nivelin e kohës. A marrë rogën e marrin se me të mirët? Po jetë ajo, ku? Nëse tani ndjen edhe më të kërcënuar deputetë dhe ministrat, se ka fillë ministri i inteligjencës artificiale. Edhe e kam shkruar jetë në grusht apo jetë për grusht. Kur ta marrin jetën në grusht, pra e kanë mbi jetën, domosdo bëhet për grusht. Pra do ketë reagim. I shërben njëra tjetrës. Po e morin grusht, qa me vjen mirë që më kupton drejt. Ne kemi nevojë për lishmëri komunikimi. Ajo është se ne nuk dëgjojmë mirë, nuk lexojmë mirë, po jo nuk duan ta gjykojnë, pse nuk u intereson. Nuk e pranojmë, po. Kemi pakat e. Po si mund të quhet deputet që nuk ka ditë kur me bë një artikull, nuk ka ditë me bë kur një vëzhgim. Po ne që kemi bë me mira. Ja, si do të kuptoj ty, si do kuptoj një njerëz? Jo, ai e kupton, po nuk don qëllimisht, sepse nuk don atë që din. Me vjen keq. Ai e din shumë mirë që ti je me i Zoti, po nuk don të ketë pranë, se e thët, më sfidon. Shisha djallëzor. Është qëllimshme. Mikuim, ti do t'i kuptosh drejt të gjëra, edhe njëkohësisht ta ngresh si problem në media. More, ne si shqiptar nuk arrim ta kuptojmë njëri tjetrin apo nuk duam. Jo, nuk duam. Në shumicë dërmuese ne nuk duam. E kupton? Janë gjëra që me të vërtet kemi nevojë shumë t'i trajtojmë në tema televizive, në debate televizive. Me dalin mu të njëjtit fytyra për natë, edhe me bëjnë si kur jam lider. Po kush jeti o dha? Me kem pi media, po kush jeti o dha? O jam deputet filani, edhe jam lider. Kush je lider? Qa liderit jeti o dha? Po ti s'din. Me bënë si trim gazbardhi. Po për çem shjuhet gazbardhi? Unë i marrë përsipër me disa duke bërë debat. Po për çem shjuhet? Po ç'është Klodiana Lala që me den mu si vlerë? Nuk arrin të bëj një fabul, unë bëtoj edhe jashtë. Nuk din, a e kupton me kanë vjedhur jetën. Pra na kanë marrë jetën në grusht. Edhe jetën në grusht. Jo vlla, jo. Edhe shkruajnë, kujtja kemi borxh vitet vlla. Ne duhet jemi kohor, ta kuptojmë jetën si duhet. Nëse ti je i Zoti të kandidat. Shpif, rraj, poshtnoje, ule, nërsa një që është tip servil, tip pusht. Servil, a burri mirë. Pse? Se i bëhet ati pro, gati, si gati. Si. Jeta është një. Ne s'kemi dy jetë. Jeta është një. Ne e duam të jetojmë. Të marrim për saj emocionet të mira. Të marrim për saj më të mirën e mundshme. Po njëkohësisht edhe ta shijojmë. Kupton ç'a flas? Një qesharake ne me vite na hoqen nga puna. Po kush jeti që na heq nga puna ne? Ne i kishim dikur shtetërore. Jo, po do bëhet zhvillim. Si zhvillim? Nananen pa punë. Ja sot pa pensione qesharake. Kujta kemi borxh ne? Po ç'është ai që për vetë e ka të rregulluar, e ka në rregull edhe me tallet me jetën. Miku im, janë tema që kërkojnë studio.
Nuk janë thjesht për të marrë një mendim. Unë e vuaj e kam përjetuar. Kam pas kurajën civile, e kam shkruar dhe e shkruaj. Sot jo, se nuk ka pare për të paduar. Je nderuar. I nderuar ju që Jo, këtë janë tema na shkumni me këto tema. Ja, nuk ka funa me shkum, pa diçka që duhet t'i thoni këtë gjana, duhet t'i thoni në kuptimin jep të shkoni prej. Që duhet t'i thoni pse ndodhi gjatë jo, është kri. Na iku jeta, na iken vite. Na iken vitet, ku ja kemi borç ne? Ciao. Jeni të mirë shumë. Ka marrë të mirë. Shëndet. Kaloj mesazh tani. Prandaj e majta pak më gjatë. Kaloj mesazh tani. Tani komunikon me presidentin e Roblitë të Çamarisë, Tasim Mehmetin. Bëj pyetje çfarë duash. Unë jam zjarr fikse, nuk jam zjarr ndezës në mision. Jam çam i 20-s, që ka ardhur gjyshi luftoi në Vlorë. Nuk jam i 44-45 që i përsun grekët. Kam histori të madhe, vazhdoj pyetjet ai. Më thuaj. Unë jam shumë kurioztar të dëgjoj për këtë si një i ri që ka lindur në të vend dhe ka një preardhje nga Çamëria. Të falenderoj për pyetjen. Gjyshi erdhi një djalë 20 vjeç me batalionin e Muharrem Rushitit që luftua në Vlorë, që përzonin italianët, të vetëm luftë që kanë bërë vëllezërit e mi shqiptar, ka qenë lufta e 20-s. Pastaj kjo 44-45 atë Gjermani ikën të avrisin njëri tjetrin kushtimet e pushtetin. Baba im ka lindur në Delvin. Ne jemi fisi madh në Delvin. Varin baba im sot e ka në New Jersey. I mori motra mamaja Ron. Shumë ne jemi rritur me frymën shqiptare patriotike, që do të thotë ne duam këtë vend të bekuar. Mbasi e kemi dhe amanet nga edukata e të parëve tanë. Pavarësisht se si rodhën ngjarjet, fitoi komunizmi, gjyshin, mos im detaj tani. Domethënë, do të them këtë. Unë jam shqiptar, 24 karat kam lënë Amerikën për këtë tokë Shqipëri, sepse këtë edukat. Sa keni jetuar në Amerikë? Ndonjë 5 muaj e gjysmë, Kishe mundësi për të jetuar atje? Mu afruan të gjitha ofertat. Me Nissan, me shtëpi, me gjitha, por kur shkuat dhe u kthyeet? Unë isha në 2017-ën. Në kohën që kam motrën atje, kam këta, mu afruan oferta plot. Që unë të rija në Amerikë, ja ku e ke shtëpin, ja ku e Nissanin, e kupton të gjitha gjërat. Më leri thashë të mendojem një herë. Unë do të fitoja në kohë. Cili është arsye që u tërhoqe për nga gjithë ofertat dhe u kthej në Shqipëri? E dua Shqipërinë, more. Më therr zemra. Ekziston kjo? Patjetër, më kam në gjakun, e kam në është po pjesë. Këtë thotë edhe një politikan pa përmendur emrin. Shiko. E thotë edhe një pushtetar, e thotë edhe një. Shiko. Unë tani nuk do t'i paragjykoj. S'do t'i paragjykoj. Këta janë vëllezërit e mi. Ka pesha ka shumë kësaj shprehje që nuk e di atë nga zemra, nga shpirti dhe atë për interesa të tjera. Më fal. Mos më keq kuptoj, sa është situata që shoh. Të lutem, jo. Unë jam njeri i mediave dhe unë ndoqja dhe ndonjë këtu dhe do mundohem të jem që nuk e di çani media ne portali jeni çan, nuk ka rëndësi kjo. Kanali Pisk. Tani të lutem, unë do të jem shumë transparent. Që do të thot, e lash Amerikën, sepse e doja këtë vend, mos anisim ashtë. Ta një the që ka politikanë, the ti që këshu. Unë nuk mu t'i paragjykoj. Unë, Tasim Mehmeti dhe fisi Mehmeta në Delvin, ne jemi migrant në Shqipëri, jo emigrant, jemi migrant në tokat e vëllezëve dhe motrave shqiptare. Tokat e tona janë në Çamëri, që po lëngojnë. Kështu që unë nuk më të krijoj jam i zarafikise në politikën shqiptare, zgjat dorën për bashkëpunim, për zgjidhjen e çështjes së Çamërisë. Është koha dhe momenti tani. Çfarë të dhe më shumë për Çamërinë? Po më dhëmo sepse janë tokat e të parëve, është gjaku i të parëve, janë shumë histori, mos tim tani të bëjmë historinë e Çamërisë, e din shqiptarët, por koha dhe momenti, unë shikoj që politika shqiptare Si ka punuar politikën shqiptare për këtë çështje? Prej vitesh. Shiko. Dhe cila nga pushtetet ose nga këta politikanë, kryeministrat ose presidentët ka bërë pak gjë për të qenë sa më afër asaj se çka ju dëshironi? Jo tani këtu. Unë nuk po him tani kohën e sistemit e Enver Hoxhës.
ka populli shqiptar na priti. Hapi shtëpit, na dha buk. Shteti shqiptar Enver Hoxha krijoi disa hapësira për çamët, por jo të gjitha gjërat i bëri bukur. Dy arsye janë këto. U vajti me polici çamërve dhe u mori pasaportat pa gjyq që kishin të dhënat nga vinin. U mori me pa gjyq, u mori dokumentat i pronat. Ai çoi në arkivin e shtetit atje. Po usallarët e demokracisë i zhdukën ato. Kjo është një informacion, zhdukën pasaportat, zhdukën dokumentacionin e çamërve. Kjo është bërë me qëllim sepse disa usallarë që kanë vënë atje u shqitën të tje shumë e shumë mësimin e historia tani. Do me thënë, për mua ngelet në kohën e demokracisë, ngelet Aleksandar Meksi, që ja tha në sy Mitsotakisit, kryeministit grek, që ka gruan Arvanitase. I tha, çfarë do bëhet me çamërin? Ati u ngritën nervat. E kupton? E shumë Aleksandar Meksi për mua ngelet legjend. E ka ngritur në Kongresin Amerikan çështjen e çame. Unë jam republikan konservator, unë jam i djathtë. Dhe jam trumpist. Në bindje jam me Trumpin. Trumpi tani do bëj diçka thua? Patjetër. Po kush e bëri Amerikan? Kush e bëri komi shqiptar në 20? Përdori veton presidenti Ulson. Do bëhet shtet Shqipëria. Pavarësisht se i thanë që shqiptarët janë hajduta. Le të jetë në Ballkan një shtet hajdutu shqiptari. Le të jetë atje. Vanu sallar. Nuk ishte gjë e vogël kjo. Kosovën kush e çliroi? E çliruan ato pushkët tona këteja. NATO-a, amerikanët e çliruan. Nësa ne në çamëri merres informacion këtë, sepse unë kam qenë në Amerikë 5 muaj gjysmë, i kam rënë 50 shteteve të Amerikës. Ashtu më erdhi mosim në historia tani. Mu dha mundësia dhe shumë gjëra. Që shkela tokë amerikane të bekuar. Vari babaj e ka në New Jersey ka. Atje. E vajta e shkela tokë. Dhe unë në Amerikë unë vi nga një profesion që kam komunikuar me hekurin në kohën e sistemit. Sot unë komunikoj me UFO dhe alienët dhe inteligencën artificiale. Kam qenë në vendin Amerikë ku zbresin UFO dhe alienët. Më quhen ustallarët, po patjetër më. Bile ata do ta çlirojnë çamërin. UFO dhe alienët dhe inteligencë artificiale. Ka filluar nga puna. Nuk do ketë dufeqe e njërën tjetrën këto. Si me UFO? Do zbresin UFO atje më. Besoj këtë. Po për Zotin tash. Bëra me Zotin unë. Edhe një herë lutem se ma thuaj. Çfarë do ndodhi? Pra UFO dhe alienët do zbresin në çamëri njëkohësisht dhe inteligencë artificiale që Edi Rama e bëri ministren, apo jo? Jetojmë në jetën e teknologjisë. Ju rinia sot kuptoni si lëvizjen gjëra. Pra kjo tregon që është një hap më para. Patjetër. Janë të thella gjërat. Dhe prandaj duhet i gëzojmë më shumë se sot e çdo ditë. Është shekulli shqiptarëve, është Ministres Djelza, Djelza, po, jemi shekullin e shqiptarëve. Duhet gëzohemi. Është shekulli shqiptarëve për gjithë botën. Ore, është shekulli shqiptarëve, shekulli 21, të bëra një farë panorama unë të bëra një farë panorame. Shekulli 21 është shekulli shqiptarëve. Që do të thot, neve po bashkunojmë me inteligencën artificiale dhe UFO dhe alienët. Është shekulli i teknologjisë. Edi Rama e ka kapur këtë punë, i ka fut në punë evropianët dhe amerikanët, është që më hap, Jemi më para gjithë botës, jemi të parët në gjithë botën që jemi ministre. Shiko, Edi Rama ka ambisje tjera, me shqiptarët ka marrë Edi Rama. Ti tani unë? Ku ti kishe? Sa erdhëm. Sa erdhëm, s'bëjtën UFO. Letikon. Si kur të ndodhi këtë? Ndodhi tani shpejt që t'jemi qik me, okej, në e the, po kur të ndodhi tani se të tokër? Do ta marrim patjetër. Shiko tani, unë që ta shtoj më tepër, Europa do ka probleme. Ajo Europa që me shqiptarët në shekullin 19 dhe 20, ka bërë shumë padresira karshikombit shqiptarë. E ti si i thash ishim në një aktivitet që e bërja i Akil Pano për këtë Kirkun, për Kirkun. E vranë dhe?
Po e vranë mua sorosianët e futën atë. Tani edhe mua mund të më sistemojnë, po mua marrë të keq se kam zotin mbi kokën. Bravo. Kam zotin mbi kokën. Mos u merr me atë punë tani, kam zotin mbi. Kam zotin mbi kokën. Sa mundojnë ustallarët e uha e nese. Do ndojnë veten, jo mua. S'ka që bëjnë mua se unë jam i mbrojtur. Jam i mbrojtur sepse jam misionar i kësaj pune. Dhe më erdhi një ustallesh mua atje angleze kjo. Atje ishte Fatmir. Ishte ditë mbrapa. Atje ishte Fatmir me atje. Atje do shkruaja, unë do leja shënim atë mbi kirkun, shënim, dhe mushllime kjo enes. Më erdhi mua Fatmir me diushë në krah atje. Ishte edhe një angleze, ajo mosha ime e gjata e bjonde kështu. Në krah këtu kisha atë Fariballiu, djalin Fariballiu, na mbrapa këtu. Kishte ti? Në krah, ishte ai na mbrapa me ku do shkruaja unë atje. Si ndjehesh kur ishte? Priton, nuk merrem atë pjesë, kam marrë punë me këta unë. Edhe ishte edhe ky gazetari që kishte kjo. 500 €. Jo, zoti i madh. Edhe këtu ishte ai. S'besoj njëri tani, besoj kur thotë. Ishte ai gazetar, ai dhe filmonte bisedën e gjitha, ishte në rregull, ishte në pozicionin e tij. Më thot mua, unë isha vesh me kostumin kombëtar, po do më japësh telefonin, do të dërgoj foto ti. Edhe do flasim telefon. Po patjetër, po filloi bashkëpunimi. Edhe unë tani me veshu me kapele me qylaf të ti, ato qylaf me shkapën të shqiponjit të ti, me stemën e rubrikët asaj Shqipërisë, me flamurin e Amerikan, me fotografinë e kirkut. E këto dhe unë vazhdoja, isha në punën time, unë isha në rregull vetë me mendin tënd, me këmbë. Jo, ai bëri kishte bërë ftesa, ai të vini tha, ai. Po çfarë bëri ti për të shkuar? Për kurrëshin tim. Unë jam republikan. Edhe unë atë e vran sepse ai kishte një vizion tjetër, thati, ju jeni rini, të dy jeni rini. Çfarë intereson shqiptarëve që ka ai vizion për shkak? Shiko, si s'na intereson, ma ajo është një kulturë. Është një kulturë republikane, është një kulturë republikane, ta marrim këtë. Më pyeti nga publiku, foli njëri. Po. Ai kishte një kulturë republikane, që do thotë, zoti, familje, prona, kombi. Këto janë jo tani babi 1, babi 2, lesbike, gay, budallëqe, e bën Shqipërinë burdello. Po s'ka, se ka traditë shqiptare. Shqiptari është konservator, është konservator në parim, kuptimin, dhe në rregulla familjare. Çfarë ndodh kështu, çfarë ndodh? Do të sistemojmë, ka dalë. Do të sistemojmë. Jam Erion Velin e sistemuam. Ka dalë në një tjetër tek kështu do vi. Orteku është nisur. Po ngarkohet shumë? Jo, po nisë, po e kuptojnë. Shiko, politikanët janë si minjt. Kur ka tërmet e ndjen vetëm një ortek, ku është i marrë gjimar. Politikanët janë si minjt, e ndjen më shpejt tërmetin. Dhe dalin nga vrima. E kupton, kështu kjo, mos im detaje tani të tjera. Kjo është problemi. Dhe erja anglezja mua atje. Ajo është strukturave angleze, agenturës angleze. Më thonë mua, shqiptari e ti, se më pa mua veshu këta shqiptari qamëris, më tha, po ti nga e mozonjë, thashun, unë tha, jam angleze, tha, ju tura, o pastaj. Ju angleze dhe keni shumë gjuna e komi shqiptari, thashun. Ju shqitër qamërini, thashun, sepse greku ju dha Korfuzin. Dhe shqitë qamarin, tani kërkojnë të mirën dhe i butë. Kështë pazari, e? Po pazari, ky ishte pazari grek. I dha Greqisë qamarin dhe mori Korfuzin, ata e menaxhojnë anglezët. Tani kërkojnë dhe butrin të një thashun, të mirën dhe butrin nga Shqipëria e të vendosin traun atje te kanali Korfuzit. Harrojnë anglezët thashun. Këtë gabim që keni bëri thashun, karshikomet që korrigjoni. Më mirë japin anglezit butrindin apo Trumpit Sazanit? Asgjë. Shiko, mos Jo, meqense. Jo, kaloj mesazh, shiko. Nuk e bëj. Shiko. Amerikanët na kanë dashur. Kush mbjell urrëtie për Zotin dhe amerikanët, unë edhe për kosovarët, vëllezërit të Kosovës, e kupton? Unë mbaroj punë me ta unë. Ja buzëqeshit, je mirë dhe mbarova marrim tokat e çamorisë. Së shpejti more. Ka filluar puna ustallarët. Është vërtet, a? Po, është vërtet, mo. Ti ke me përshtypjet e mira. Pisko e? Po këndari jo, pa që kini punu jo more. E dhe të filmu dhe, që më kini punu e jeri jo more. Që të kina bo? A laf të pisa të më thaj kom shqie o bomo. Qa ki bo kësu të, nes njofin kësu të, ti e qive nonën të të për gjallë banale.
Si është Qa më bëhet? beti? Si ki qenë? Apo Gjon nërë fare. veç apo bëhet tani Gjon apo? fare. Prindi 1, prindi 2 thonë tani. ha? Lena më të pyet, prindi 5. Le të bëhen më ja. Gjona kështu më çfarë po na fusin këto idera, Taj. po na smuin nga të gjitha Po të viruset. përmys bota, të përmys bota. Po kur të përmysë, po më mi të përmysë. Pa inshallah, Më mi të inshallah. përmysë. Çfarë më maj kështu? Mor inshallah. Inshallah me lal. E i dakord ti me këtë çapo no? Me këtë Si dakord? Prindi 1, prindi 2 çfarë është këmë po, me nuk 2 do thonë më meshkuj? baba, nuk do thonë më gjyshi, do thonë prindi. Prindi, një ja. ka pa. A këta e hongër të martë, ja. Në onën e gjyshit tem, nuk i thëshe babës tem që ka bo kokën, i thëshe në emër. Kurse babës tem, gjyshit tem i thëshe babu në vla, në Tiranë të qoj kimi. Po, Ne i themi bab gjyshit, bab gjyshit. po tash që Bab, doli ndryshe. Respekt. Ne i thënë prindi. Po tash që e kanë Tash rri ke mua prindi një, tash që e kanë s'mbahen, prish mua prindi. betin këto. Po për çfarë arsye bëjnë dhe ato? Për çfarë? Pse e bëjnë? Nëse për shembull nipi vjen thotë kjo është Po, ky është i prindi një, dashurim. prindi- Jo, vjen edhe pastaj thotë kjo është i dashurim për shembull, me pas dy meshkuj me qenë dashur me njëri tjetrin. Si dashuri? Të ketë dashur, mos ketë femër, mashkull të ketë mashkull për bashkëshort. Aman pa i thotin këtë mos e thuj ma. Po, Ore thon ato më. mirë thaj se Le të aman hëllës, se di që atë pips ke për ta boti. Do ta bëj këtë herë, vetëm thuje. Do hymë me bëth në Europë. Po pra, e kështu e do ti, troqe. Po pse si hyen Se ato? ne për bom se ne dim folin në më bukur se kaq. Po hajde. Jepi. Po nuk folë se na shopin caqin, Që s'duhet me Ke- në pathë. kemi miqe, kemi gjallë. O pun muti brezim të shi. U ka qenë brezim se ti e? Tani, Se më qaqin mirë- bëdhën pare. Më mirë lidh apo më mirë zgill? Si më mirë jetë. Ore, këtë miletë për ta majtë jo lidhë, për ta majtë shmejna në kafes, mos dali mo. Mos dali më fare. Ja, me këtë kohë që ka erdhë. Po në kohën tonë, neve si lidhë, si zgjidhë neve, s'na majtë neve, na shtatë, për Si kohën lidh, tonë. zgill? Po lidh ishit, Brezi kur ishin jo. zgill, po lidh ishit ju. Lidhë ishim ne. Ja, e zgill. E, thojtë baba se nuk kerdhen këtë orë, rifle rrugve, më sopë më këtu. Ska, i se li. Po thot baba sot rri fler rrugëve dhe u shiqyrim në rrugëve. Shqyqyrë, se më plej me në njonën. Me në njonën, ha, u ka. E, pritëm i qikë se, po na thonë dioja ne që, më thonë ata misjetën. Jo, misia ima ne. Ja kërcasin, o bomo, qa ke bo këshume, e. Se ka bo nomin e derë, Pa jam e ja, thonë, s'ka le zetë, igen ata ko që bëshë kopilliqje ti, tha. Se ki Ashtu të më, Çe ki pas bo? e shumë këtë dënë këto, s'ka qenë kështu veni këto, re. S'ka qenë kështu, e ka bo si o luk. Ja. Si ka qenë? Ka qenë se fillojte ajo Bugaci, Elbasoni që gatu që këtu ke Pallati Kacelit. Kaceli këtu ka qenë, ja, zdi e pasër semte. Pallati Kacelit tu. Po? E kjo ka qenë e myllë me gjithë. E Që më bukur di atë, që neve këtu, e në urqim ke Pallati Kulturës tu urqim ke shkalla. E në përshkëlleshim penave. Piu, kërë sot s'ka piu ma. Pse? Fusenburg? Jo, jo. A, dun... No mani, no pani. Po pra ma. No Ska mani. mo dajri me... Ja. Zesha heng me lenë, si ka Ja, qenë. ja. Heng me lenë, me fishkëllime. Koha jonë ka qenë e bukur. Koha jonë përshkëlleshim kësu në penme, mu ke Pallati Kulturës. Ku ishim 3. Piu. Fishkëllerë sot ja, si fishkëllerë. Ja, ta që s'ka mo. Po fishkëllerë sot? Përshkëlleshë sa dush, 2 lek, thot. Ka lek lali. Se bërë, janë bom materialiste. S'ka, po s'pate. Lali, po s'pate lek, ke morë punë. Po. A, nuk bëhet, nuk ka më... Po s'pati lek, do më thënë, gjitha çuna që s'kan O lek. vetë, o apër mene, se ja. Sot o vetë me lek, lali. Po mo. E ne disi gjujnë për, a ka lek piloni, thot që të martohë me atë, ose i këpirdo. Në atë ishte dashuria me ne. Interesohen, po morën veç që ka lek, shkojnë. Jo, takojnë. mo. Po e morën veç që s'ka lek. Pa e morë veç që s'ke leke. Ike se kuj që ka pa bukë sot, do martohë me këte, thoton. Po ti si menon, nuk duhet kështu? Nuk duhet kështu. Në atë kohë jo, S'ka. kohë jonë ka qenë e bukur. Desha me hakika. Ka të deshta me hakikate, të qmova një keshë të shtret, mirë po pas kom që në papat, eja mon s'ma punove, pa të drejt. Kaj ta myllë Tiranë që e? Hajde, të zotit.